Dita e hënë solli një përmirësim të kushteve të motit në qarkun e Kukësit pas një situate të vështirë gjatë së dielës, ku rreshtet e dendura të shiut krijuan jo pak probleme në disa akse rrugore nacionale dhe rurale. Në disa segmente të rrugëve nacionale u raportuan prezencë uji në sipërfaqe, ndërsa në disa zona janë regjistruar rënje gurësh dhe inertësh, duke vështirësuar qarkullimin e automjeteve. Pavarësisht e kushteve të vështira, subjektet kontraktore kanë qenë në terren për pastrimin dhe mbajtjen e rrugëve funksionale. Aktualisht të gjitha akset nacionale në qark janë të qarkullueshme normalisht. Sipas raportimeve nga Bashkia e Kukës, Has dhe Tropoj, nuk janë evidentuar problematika emergjente tek popullata. Furnizimi me energji elektrike paraqitet i qëndrueshëm në pjesën më të madhe të territorit, me përjashtim të disa njësive administrative ku vijojnë ndërprerje të pjesshme të energjisë elektrike, si në Zapot, Topojan, Shishtavec, Kolç, Surroj dhe Malzi në Bashkinë Kukës, njësia administrative Llugaj dhe fshati Pac në Bashkinë Tropoj, si dhe njësia administrative Gole në Bashkinë Has. Edhe rruga e Kombit është prekur nga pasojat e motit të keq, ku rreshtet intensive kanë vështirësuar qarkullimin e automjeteve. Në disa segmente të rrugëve të qytetit të Kukësit gjatë 24 orëve të fundit janë regjistruar rënje gurësh dhe derash, por ekipet e bashkisë kanë ndërhyrë menjëherë për pastrimin dhe normalizimin e situatës. Situata më problematike është paraqitur në lagjen e re të qytetit, ku disa rrugë të brendshme ende të pa asfaltuara të mbuluara me gropa janë mbuluar nga uji dhe balta, duke e bërë të vështirë lëvizjen e banorëve, veçanërisht të nxënësve që shkojnë në shkollë. Banorët e kësaj lagje shprehen se prej vitesh kërkojnë ndërhyrje dhe investime në infrastrukturë, por deri më sot nuk është bërë asnjë përmirësim, pavarësisht denoncimeve të përsëritura përmes Kukës Televizion. Ndërkohë, strukturat e emergjencave civile bashkë me drejtorinë rajonale të rrugëve dhe operatorin e shpërndarjes së energjisë elektrike vijojnë monitorimin e situatës në terren. Megjithatë, problemi i vërtetë mbetet mungesa e investimeve të qëndrueshme në infrastrukturë si rrugë, kanalizime dhe rrjetë të ujëmbledhëse, që çdo vit nxjerrin në pa të njëjtat vështirësi me fillimin e stinës së rreshjes. Në shumë lagje e fshatra të qarkut, por edhe në qytetin e Kukësit mjafton një ditë me shi të dendur që rrugët të bllokohen, kanalet të mbushen dhe ujërat të përmbysin oborrat e shtëpive, si në fshatin Orgjos, ku banorët të dielën përjetuan një ditë të vështirë nga rreshtet e dendura të shiut, ndërkohë që disa rrugë rurale të fshatrave të Kukësit, si Lojme, Bele, Cernalev, Oreshk, Zapot, Orgjos, Nimçe, kanë pasur dëmtime për shkak të shembjeve të dherave. Për këtë arsye kërkohet një qasje më afatgjatë dhe koordinim më të mirë mes institucioneve në mënyrë që ndërhyrjet të mos mbeten vetëm emergjente, por të shndrohen në zgjidhje të qëndrueshme që garantojnë sigurinë e qytetarëve dhe funksionimin normal të jetës urbane e rurale në qarkun e Kukësit.